një reflektim dhe një rikapitulim I krejt të punës që ky institucion ka bë, me qëllim që të paraqesim para partnerëve ndërkombëtar që në vazhdimsi na kanë mbështetur në rrugtimin tonë. Nuk ka qenë e lehtë me arrit që sot me qenë institucion I konsolidum, I bazuar në standardet më të avancuara të Bashkimit Evropian dhe standardeve ndërkombëtare dhe me pas një rol kyç në shtetëndërtim të Kosovës sa I përket respektimit dhe avancimit të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Institucioni I Avokatit të Popullit për këto vite ka pranuar dhe ka prit në zyrën e tij mbi 52.000 qytetarë. Dhe besoj që ky është një tregues jashtëzakonshëm se sa I hapur ka qenë institucioni për me qenë afër shqetësimeve, problemeve që I kanë qytetarët e të gjitha etnive dhe gjitha komuniteteve që jetojnë në Republikën e Kosovës. Vetëm kërkesat hetuara për këto vite dhe raste që I kemi hetu janë mbi 12.000 raste. Pa përmend të rastet të cilat kemi pranuar si ankesa, por që janë konsideruar të papranueshme. Janë 2.300 rekomandime që u janë dhënë autoriteteve publike që lidhen me avancimin, respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Janë mbi 19 agjenci ndërkombëtare që institucionin e Avokatit të Popullit e kanë mbështetur në vazhdimsi në rrugtimin e tij drejt fuqizimit dhe arritjes së nivelit që sot e ka. Natyrisht kemi kalu edhe sfida. Unë po I bëj 5 vite në mandat, pra jam në fund të mandatit të Avokatit të Popullit dhe për këto 5 vite besoj edhe kolegët e mi paraardhës, pra dhe avokatët tjerë të popullit, kanë kuptuar që institucionet e pavarura gjithmonë sfidohen në situata krizash, tensionesh dhe situata jo të zakonta. Dhe për këto 5 vite, Avokati I Popullit ka kalu në për këto sfida, fillimisht me pandemin, e cila goditi gjithë botën, pastaj me zgjedhje të njëpasnjeshme dhe krizat ndryshme që u shfaqen në tërë globin, si kriza ekonomike, pastaj ndikimi që pat konfliktet e armatosura në vendet ndryshme, dhe sfundmi, sfidën më të madhe kemi mungesën e vullnetit politik për konstituimin e Kuvendit të Kosovës dhe zgjedhjen dhe konstruimin e qeverisë dhe institucioneve tjera që funksionojnë pas zgjedhjeve. Let me first to extend my congratulations to the Ombudsperson institution on the occasion of the 25th anniversary. This marks a significant milestone that reflects years of dedication and professionalism aimed at promoting a society that values human rights and equality for all citizens of Kosovo. This great achievement brings us together to reflect on the institution's journey, encompassing both its successes and challenges. We are also looking forward and recognizing the significant role of the institution in promoting a just and democratic society. The EU places significant emphasis on human rights and fundamental freedoms, acknowledging the vital role of the Ombudsperson's institution in the protection, monitoring, and promoting of the rights and freedoms. Maintaining the independence of the Ombudsperson's institution is fostering public trust, evident in ongoing public opinion polls, constitutes an integral part of our continuous effort. In recent years, we have focused more on the approach of the authorities, particularly the Assembly, regarding issues related to human rights in general and the operation of the Ombudsperson's institutions specifically
especially in light of developments concerning the annual reports of the European Union. Persistently advocating improved interaction between authorities and the Ombudsperson's institution, as well as of enhanced implementation of the Ombudsperson's institution recommendation. Over the years, the European Union has played a significant role in supporting the development of the Ombudsperson's institution and promoting its growth. EU-initiated projects have contributed to the enhancement of the professional expertise within the Ombudsperson's institution and have offered essential support for its quality and sustainable development. I am confident that the path forward for the Ombudsperson institution will continue to be bolstered by the support of the European Union. So congratulations once more. I wish the institution and Kosovo overall success in fostering a society that supports human rights and fundamental freedoms. Thank you very much.